Unë jam shef Enveri, jam shef I kuzhinës të petrollit. Sot për emisionin e Majit të Gjuhës kemi vendosur përgatit një levrak të mbushur me spinaq, me të bardhë të vezëve, të mbuluar dhe një herësh një sallatë me tona. Për këtë recetën në nevojit të tona, pasi veç kemi sallatën, levrekin, spinaqin, I kemi të gjitha që në nevojitet. Fillojna me përgatitjen e levrekës së pari. Si zakonisht marinimi I peshkut, po atë në dyantë me kryp dhe biber. E kemi marrë peshkun në levrek. Paraprakisht spanaqin dhe kepët I frigojnë së bashku. Kemi spanaqin, kemi edhe kepën. Dhe I përgatit. Dhe në tigan helmi vajnë e ullirit, si zakonisht. Spanaqin. Dhe kepën e grillësën. Helmi kryp dhe biber, si për spinaqit. E lëmë disa të fërgohet. Nësa në anën tjetër I rapi të bardhë të vezë, vezët I rapi derisa të formohet një masë homogjene. Kjo mjaftë. Në nëvitë pak magdanës, si frast. Dhe magdanëzën e hidhmi si për të bardhëve të vezë. Tash masën e përzi. Tash atyre me mbushjen e levrekit dhe spanaq. Në tigan këtu me pak vaj. Dhe spinaqin e kemi marinu pak më herët. Edhe këtë formë. I fuzmi qështu si që janë 5 minuta në furr, derisa të fillojmë pjekë. Furra është 200 gradë. Derisa peshku bëhet, ne startojmë me përgatitjen e sallatës tonë. Për sallatën tonë në nevojitet rukola, që kemi këtu. Në nevojitet sallatë gjelbërt. Pjesën këti. Edhe iceberg salat. Edhe iceberg kemi këtu. Dhe gjitha marinohet me vaj ulliri. Limon, kryp. Morëm edhe limonin, e hedhëm sipër. Sa pika limonin. Dhe përzi, masën së bashku. Edhe servojmë në pjatë. Dhe I marrë të sobëzat e tonës. Dhe në sipër. Tona, hedhemi pak pika limoni. Sa qep për dekorim. Edhe pak misër.
Kjo është sallata tëna, që shërbehet në restorantet e Petrollit. Tash shumë i peshku është gati. Dhe procedura e parë e peshkut veç është hazër. Tash startojna me të bardhë të vezëve. Ja qismi sipër. Ku i kem përgatitur. Gopa, pak i nxehtë. E mbështjellim peshkun në gjitha anët me të bardhë të vezëve. E fusim edhe 2 minuta në furrë. Edhe porosia është gati. Pra, shumë i peshkën, e kemi gati. Oke, si që përshifet, edhe peshki veç është gati. Pak në këtë farë. Tash fillojna me servimin e pjatës. Këtë spinaqin që të pëj pak me herët, e bojmë si bajlage. E tash të morëm i peshkun. Me qenë se jemi tash në stinën e pranverës, sot vendosëm me përgatit një levrek, pak pa ndryshe, dhe një sallatë tënë ju bëf mirë.